Kurani vazhdimisht ka folë për shirkun dhe për tauhidin. Vazhdimisht. Pra nuk është se Kurani foli një herë për tauhidin edhe e la, ose foli një herë për shirkun dhe e la. Vazhdimisht, në forma nga më të ndryshmet. Idhujtaria është diçka që do ta shoqërojë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Nuk do të bëhet Kiameti derisa gratë e fisëve arabe të rrotullohen rreth idhujve siç janë rrotulluar në kohën e pejgamberit alayhis salam. Është ditë i saktë. Pra, dua të them domethënë që sfida e idhujtarisë ose e shirkut është një sfidë që ne duhet ta vendosim në prioritetet e thirrjes tonë dhe orientimit njerëzve. Se nganjëherë, domethënë, të duket vetja demode kur thua për shkak që njëshmëria, tauhidi, shirku, idhujtaria, duket vetja po ky jeton. Jo, ky është një problem i cili vazhdimisht duhet mbajtur në kujtesë.